Përse është familja kaq e rëndësishme? Misioni i njerëzit është që të kujdeset për mbarvajtjen e jetës mbi tokë. Mision dhe përgjegjësi tepër e vështirë. Vetë qiejt dhe toka e refuzuan këtë përgjegjësi, sa kaq njeriu e pranoi. Ne u ofruam përgjegjësinë qiejve, tokës dhe maleve. Por ato nuk pranuan ta marrin përsipër dhe u friksuan ta pranojnë atë, kurse njeriu e pranoi. Ta përmbushësh një mision të tillë, ka nevojë për ndjenja dhe emocione të forta. Për këtë, Zoti ka dhënë familjen, e cila shihet si burimi i ndjenjave dhe emocioneve. Në kuadrin familjar, Zoti ka vendosur një sër ndjenjash. Kështu, ai ka vendosur ndjenja specifike mes burrit dhe gruas në hijen e një institucioni të quajtur martesë. Një burr nga një familje dhe një femër nga një familje tjetër lidhen dhe jepen pas njëri tjetrit me anën e një ndjenje të çuditshme të instaluar brenda tyre dhe nën juridiksionin e asaj që quhet martesë. Çfarë do lloj marrëdhënie tjetër jashtë kuadrit martesor është e destinuar të prishet. Ndjenjat bashkëshortore pasohen nga ndjenjat prindërore me lindjen e fëmijëve. Familja bashkon bashkëshortë që e duan njëri tjetrin, etër që i duan fëmijët dhe fëmijë që duan prindrit e tyre. Të gjitha ndjenjat e tjera burojnë nga këto ndjenja që cekë më lart. Sot ne jemi dëshmitar të asaj që po ndodh. Menduan se ashtu siç zhvilluan dhe quan përpara shkencat të ndryshme dhe teknologjinë, duhet zhvilluar dhe ridimensionuar dhe lidhjet familjare njerëzore. Kështu, në vend që të krijohet një familje brenda kuadrit martesor, ata po mjaftohen me bashkëjetesën e një mashkulli dhe një femre pas një lidhje juridike. Ne si musliman kemi shumë vlera me të cilat mund t'i shërbejmë njerëzimit. Një ndër këto vlera është pikërisht familja. A e ndjen se mirësia dhe begatia më e madhe është pikërisht familja? Janë prindrit, fëmijët, vëllezërit dhe motrat e tu? A e ndjen këtë mirësi dhe begati sa herë që dëgjon për vdekjet papritura nga aksidente dhe sëmundje vdekje prurse? Vallë, si do të ndihesh nëse do të humbisje njërin nga pjesëtarët e familjes apo të gjithë? Vlera e familjes. Me qëllim që të ndërtojmë marrëdhënie familjare të shëndosha, ashtu siç dëshiron dhe kënaqet Zoti, këto marrëdhënie duhet të kenë si bazë dhemshurinë dhe mëshirën mes familjarëve. Mëshira dhe dhemshuria duhet të mbizotërojnë marrëdhëniet mes burrit dhe gruas, mes babait dhe fëmijëve, mes vëllait dhe motrës. Vëllai ka në dorë të shndrohet në përbindësh për motrën e tij, duke kontrolluar çdo lëvizje të saj, por ka në dorë të shndrohet edhe në vëlla të dashur dhe të dhemshur për të motrën. Dhemshuria dhe mëshira duhet të ekzistojnë edhe mes nipërve dhe gjyshit të gjyshës së tyre, edhe mes vajzës dhe nënës. Me këtë temë, unë i drejtohem çdo babai, i cili sillet ashpër me fëmijët e tij. Unë i drejtohem çdo babai që kritikon dhe qorton ashpër çdo sjellje të fëmijëve të tij. Sido që të sillen, sido që të veprojnë, fëmijët e tij janë të ndëshkuar me vulën e paaftësisë dhe të mevshtësisë. Me këtë temë, unë i drejtohem dhe i flas babait që u mungon fëmijëve. Atyre u vlen dashuria dhe dëmshuria prindërore. Me këtë temë unë i drejtohem asaj vajze e cila është vetëmbyllur dhe izoluar nga familjarët e tjerë. Edhe pse jeton në një stre me ta, ajo sikur ndodhet në një planet dhe botë tjetër. Ajo mbyllet në dhomën e saj me telefonin dhe kompjuterin, sikur nuk ekziston asgjë tjetër. Mos haro, motër, se prindrit kanë lindur me qëllimin që të gëzohen me prezencën tënde, me qëllim që të bisedojnë dhe të qajnë hallet me ty. Me këtë temë unë i drejtohem asaj vajze e cila është lidhur me ndonjë djalë duke ja hedhur familjes. Kjo është një vepër e shëmtuar, pasi është sikur t'u hedh hi syve prindërve. A ka dëmshuri për prindrit dhe familjarët e tjerë kjo vajzë? Me këtë temë unë i drejtohem atij bashkëshortit të ashpër dhe vetullngërësur, i cili nuk la rast pa ofenduar dhe ironizuar të shoqen. A të ka mbetur sadopak dëmshuri dhe mëshirë në zemër?
Me këtë temë u drejtohem atyre bashkëshortëve, të cilët grinden pranin e fëmijëve të tyre, ngren zërin dhe nuk lën fjalë pa i thënë njëri tjetrit. Mos harroni se fëmijët tuaj i kanë zemra të freskëta dhe kanë nevojë për dëmshuri dhe mëshirë. Me këtë temë i drejtohem një gruaje e cila pasi është divorcuar nga i shoqi, por të marrë hak i privon fëmijët e saj nga jati i tyre dhe anasjelltës. Me këtë temë i drejtohem një triu i cili nuk ja hap telefonin nënës tij edhe pse ajo përpiqet mbi 15 herë të i telefonoj. Ajo thjesht kërkon të qetësohet nëse është mirë, kurse ai nuk e merr mundimin t'i flas pasi është me shokët dhe miqtë e tij. Me këtë temë u drejtohem të gjithë emigrantëve, të cilët i harrojnë dhe i neglizhojnë familjarët, duke mos u interesuar për ta veç se një herë në 2-3 muaj. Me këtë temë u drejtohem të gjitha atyre nënave të cilat e neglizhojnë edukimin e fëmijëve, duke ja besuar këtë mision kaq të fisshëm shërbëtorëve dhe dadove. Me këtë temë u drejtohem të gjithë atyre vëllezërve të cilët jo vetëm që i mbajnë mëri njëri tjetrit, por nuk lejojnë dhe fëmijët e tyre të kontaktojnë dhe të komunikojnë me njëri tjetrin. A kanë dëmshuri dhe mëshirë këta njerëz? Sa herë që Kurani flet mbi lidhjet familjare, e shoqëron këtë me mëshirën dhe dëmshurinë. Allahu i lartësuar thot lidhur me marrëdhëniet burr-grua. Dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Lidhur me raportet fëmijë-prindër, Zoti thot: lësho para tyre krahët e përuljes prej mëshirës dhe thuaj: o Zoti im, mëshiroj ata, ashtu siç më kanë rritur kur unë isha i vogël. Lidhur me raportet familjare të një gjaku dhe barku, Allahu i Madhërisëm thot në një hadith kudsi: unë jam i gjithë mëshirshmi, kurse ajo është mëshira për lidhjet e gjakut dhe të farefisit. Emri i saj, farefis, rrjedh nga emri im. Kushdo që e ruan atë, farefisin, do të jetë në mbrojtjen time dhe kushdo që e ndërpret, do ta braktis. Gjatë gjithë vitit, besimtari lutet që të fitojë dëmshurinë dhe mëshirën e Zotit. 2 ajetet e fundit të surës El Begare mbyllen me fjalët: na i shlyej gjunat tona, na i fal ato dhe na mëshiro. Lutja e njerëzve të ndershëm dhe besimtar është: dhe jepna mëshirë prej teje, vërtet ti je dhuruesi i madh. Në një lutje, profeti paqja qoftë mbi të thoshte: o Zot, na fal mëshirë e cila na bashkon pas hapërdarjes, që na drejton zemrat, na fillon nga tresat tona dhe kthen të humburit tanë. 10 ditë e para të Ramazanit janë ditë mëshire dhe dëmshurie, ditë falje dhe fshirje gjunash. Prandaj është mirë që të ekspozohemi ndaj mëshirës dhe dëmshurisë së Zotit në këtë ditë. Profeti, paqja qoftë mbi të, ka thënë: i përvuajtur është ai që privohet nga mëshira e Zotit në Ramazan. Në një hadith tjetër, profeti, paqja qoftë mbi të, ka thënë: o njerëz, po u bën hije muaji i Ramazanit, muaj i mëshirës. Nëse mëshira dhe rahmeti i Zotit janë një ndër objektivet e tu, nëse dëshiron që mëshira e Zotit të përfshijë gjithë qenien tënde, tregohu i mëshirshëm dhe i dëmshur me njerëzit e tjerë. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mëshiruesit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Kurse në një hadith tjetër thot: mëshirojini ata që janë në tokë, t'ju mëshiroj ai që ndodhet në qiell. Shumë njerëz e praktikojnë të hadith me njerëzit që i rrethojnë, por harrojnë ta praktikojnë me njerëzit dhe familjen e tyre. Mëshiroj edhe i dëmshur me familjarët e tu. Prandaj, themi sërish që origjina dhe zanafilla në marrëdhëniet me familjarët e tu është që të treguash i mëshirshëm dhe i dëmshur.
Nëse dikush prej tyre është i ashpër, sërish duhet ta mëshiroj. Nëse ti o vlla, e ti o i motër, po i lexoni këto rreshta, kushtëzoja vetes që këtë muaj të sillesh me dëmshuri dhe dashuri me të gjithë familjarët.